6 numrat e shenjtë budist që po të ndryshojnë jetën tani, numri mjeshtër 77. Përshëndetje shpirti dashur. Nëse je duke I parë vazhdimisht disa numra të çuditshëm, 14, 21, 33, 28, 42, apo sidomos 77, mos I shpërfill. Këto nuk janë rastësi. Në traditën e lashtë budiste dhe në urtësinë e fshehtë të lindjes, këta numra quhen çelësa kozmik. Ata janë mesazhe direkte nga universi për ty, pikërisht tani, në këtë fazë të jetës tënde. Sot do të shpjegoj se cilin prej tyre thellësisht dhe në fund do të zbuloj numrin e fshehtë mjeshtër që I lidh të gjithë. Merr frymë thellë dhe le të fillojmë. Numri 14, përgatitja e heshtur dhe qëndrueshmëria e pathyeshme. Merr një frymë shumë të thellë dhe lejo që energjia e numrit 14 të hyjë në zemrën tënde tani. Shumica e njerëzve, kur shohin 14, thon brenda vetes: vetëm 14, asgjë speciale. Ndoshta një numër I zakonshëm. Por pikërisht këtu fillon magjia e vërtetë. Në urtësinë e lashtë budiste dhe në shkollat e fshehta numerologjike të lindjes, numri 14 konsiderohet çelësi I themelit të padukshëm. Ai është numri I punës që askush nuk e sheh, por që qielli e regjistron çdo sekondë. Le të shohim numrin nga afër. Një është energjia e fillimit, e dritës së parë që del nga errësira. 4 është energjia e 4 elementeve: toka, uji, zjarri, ajri, 4 drejtimet, 4 stinët, pra forma, struktura, qëndrueshmëria. Kur bashkojmë 1 dhe 4 krijojmë 14, fillimin e ri që ndërtohet mbi një themel betoni shpirtëror. Në gjuhën e shenjtë, 14 është si fara që bie nën tokë në dimër. Askush nuk e sheh. Askush nuk e duartroket. Por brenda saj po ndodh revolucioni më I madh I jetës. Nëse ti tani po e sheh 14 tën kudo. 14 në orë, 114 lekë kthyese, 14 mesazhe të reja, numrin 14 në targën e makinës përpara teje, në faqen 14 të librit që hap rastësisht. Universi po të jep një mesazh shumë të qartë dhe shumë intim. Ti je në fazën e ndërtimit të heshtur. Çdo përpjekje që bën tani, edhe kur ndihesh vetëm, edhe kur askush nuk të vlerëson, edhe kur rezultatet duken zero, po vendoset një tull e artë në pallatin e fatit tënd të ardhshëm. Në traditën tibetiane thuhet: monaku I vërtet nuk është ai që meditimin e bën në majë të malit për t'u parë nga të tjerët, por ai që pastron dyshemen e tempullit kur të gjithë kanë shkuar për të fjetur. Ti je tani ai monak. Ti je tani ai punëtor I padukshëm I shpirtit. Numri 14 qeveriset nga planeti Mërkurit, perëndia e komunikimit dhe e mendjes së qartë. Prandaj kur del numri 14, pyet e veten sinqerisht këto pyetje: a ardhëm të vërtetën vetes sime çdo ditë? Apo I mbaj premtimet që I kam bërë vetes kur askush nuk po më sheh? Apo e ushi ëndrrën time me veprime të vogla të përditshme, edhe kur motivimi është zero? Sepse numri 14 të premton një gjë të madhe. Nëse ti vazhdon të mbash fjalën ndaj vetes, edhe në ditët më të errëta një ditë do të vijë një po aq I madh sa të gjitha jot që ke marrë deri tani. Dëgjoj këtë histori të shkurtër të vërtetë. Një grua në Japoni për 14 vjet çdo mëngjes shkruante në një fletore të vogël vetëm një fjali: unë jam e denjë për dashuri të madhe. Askush nuk e dinte. As bashkëshorti, as fëmijët, as shoqet. Pas 14 vitesh punë të heshtur me veten, në moshën 52 vjeçare, takoi njeriun që e donte ashtu siç kishte ëndërruar gjithë jetën. Ajo më vonë tha: 14 vite nuk ishin dënim, ishin tempulli që ndërtova brenda vetes. Ti je tani në vitin tënd 14 shpirtëror. Mos u mashtro nga heshtja. Mos u mashtro nga pamundësia për të treguar prova të menjëhershme. Qëndrueshmëria jote e heshtur është lutja më e fuqishme që I bën qielli. Prandaj kur të shfaqet përsëri numri 14, ndalo për një sekondë. Mbyll sytë. Dhe përshpërit. Faleminderit që më sheh edhe kur bota është e verbër. Unë vazhdoj. Sepse një ditë shumë shpejt do të shohësh numrin 14 të kthehet në 41 dhe 41 është drita në fund të tunelit. Por deri atëherë numri 14 është miku yt më I madh. Ai të thotë: qëndro. Punën tënde po e sheh Perëndia. Frym thellë dhe vazhdo të ecësh. Sepse ti je duke u bërë diçka shumë e madhe në heshtje. Numri 21, transformimi dhe integrimi. Numri I dytë është 21. Në tarot, 21 është karta bota, përfundimi I një cikli të madh. Por në urtësinë budiste, 21 nuk është fund, është fillimi I një versioni krejtësisht të ri të ëndin. 2 është bashkimi I dualiteteve, 1 është lindja e re. 21 ti po lind si versioni më I lartë I vetes. Nëse e sheh 21, 1121, 21 do të thotë që puna I gjatë shpirtërore dhe emocionale që ke bërë në heshtje po fillon të dalë jashtë. Pa pritur njerëzit do të thonë: çfarë të ka ndodhur?
Ti shkëlqen ndryshe. 21 të thotë, tani është koha të integrosh gjithçka që ke mësuar. Mos u frikëso nga ndryshimet e mëdha që po vijnë. Mos u frikëso nëse disa njerëz largohen, ata I përkasin versionit të vjetër tënd. 21 është momenti kur metamorfoza përfundon dhe flutura del nga krisalita. Bëj hapa të vegjël konkret drejt qëllimit tënd të madh. Shkruaj, planifiko, thuaj me zë të lartë atë që dëshiron. Universi po të jep dritë jeshile. Numri 33, harmonia dhe autenticiteti. Tani vim të një nga numrat më të fuqishëm që ekzistojnë. 33. Në traditën e krishterë quhet mosha e Krishtit, në numerologji është mjeshtri shpirtëror. Në budizëm, 33 është frekuenca ku mendja, fjala dhe vepra janë në një vit të vetme. Kur je 100% në harmoni me të vërtetën tënde të brendshme, ti bëhesh magnet. Nëse e sheh 33, 333, 33, 33 është konfirmimi më I madh që mund të marrësh. Je në rrugën e dur. Mos u ndal. 33 të fton të jesh 100% vetvetja, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. Mos u zvogëlo për të bërë të tjerët rehat. Mos e hesh të vërtetën tënde. Kur jeton në 33, ti tërheq njerëz, mundësi dhe bollëk pa pasur nevojë të kërkosh. Sepse je bërë frekuencë dashurie dhe autenticiteti. Qëndron në 33. Është vendi yt I shenjtë. Numri 28, intuita dhe ciklet hyjnore. Numri 28 lidhet me hënën dhe ciklet femërore hyjnore. 2 + 8 10, 1 + 0 1, fillimi I ri pas një cikli të plot 28 ditor. Nëse e sheh shpesh 28, 228, 28, 28. Universi po të flet me gjuhën e intuitës. Ndales. Ngadalso. Mos u nxito. Gjithçka që dëshiron është duke u pjekur në kohën e përsosur hyjnore. 28 të thotë, besoj ndjesive të tua të brendshme më shumë se logjikës. Nëse ndihesh I lodhur, pusho. Nëse ndihesh plot energji, vepro. 28 është kujtesa që ne nuk jetojmë në linjë të drejtë, por në spirale të shenjta. Çdo gjë kthehet por në një nivel më të lartë. Prano ritmin natyror. Mos e detyro derën. Ajo do të hapet vetë kur të jetë koha. Numri 42, krijimi I vetëdijshëm. 42 është numri I arkitektit shpirtëror. Në budizëm dhe në librin Udhërrëfyesi I autostopistit në galaktik, rastësi? Jo. 42 është përgjigjja për gjithçka. 4 është forma, 2 është bashkimi, 42 ti je duke ndërtuar me vetëdije realitetin e ri. Nëse e sheh 42, 442, 42, 42 do të thotë që fati yt nuk është diçka që të ndodh, por diçka që ti e krijon çdo ditë me mendimet, fjalët dhe veprimet e tua. Tani je në fazën e fundit të ndërtimit të projektit të madh të shpirtit tënd. Mos u dorëzo pak para finishit. Bëj atë telefonat. Shkruaj atë kapitull. Hap atë biznes. Thuaj të dua. 42 të thotë, materializo ëndrrën. Tani ke fuqinë. Numri 77, numri I fshehtë mjeshtër. Dhe tani numri që I lidh të gjithë. Numri I bonusit. Numri I fshehtë që pak njerëz e dinë. 77. 7 + 7 14, pastaj 1 + 4 5, numri I ndryshimit të madh. Por 77 është shumë më tepër. 77 është frekuenca e zgjimit të plotë. Kur arrin 77, ti kalon nga përpjekja te hiri. Nuk ke më nevojë të ndjekësh gjërat, ato të ndjekin ty. 77 është momenti kur ti dorëzohesh plotësisht rrjedhës hyjnore dhe pranon që je I dashur, I mbështetur dhe I udhëhequr çdo sekond. Kur shfaqet 77, 777, 77, 77 ndalo çdo gjë dhe thuaj. Faleminderit. E pranoj. Le të vi. 77 është hura midis botës njerëzore dhe botës hyjnore. Je gati të jetosh në mrekulli të përditshme. Përfundimi. Këta 6 numra, numri mjeshtër 77 janë harta jote personale drejt bollëkut, paqes dhe qëllimit të vërtetë. Mos I kërko më gjërat me dëshpërim. Qetëso mendjen. Harmonizoje zemrën. Dhe lejo që gjithçka që është për ty të vijë tek ti natyrshëm, lehtë, me hir. Nëse videoja të preku, lë një 77 në komente dhe universi do ta shoh. Të dua shumë. Shihemi në frekuencën tjetër.